Një situatë shqetësuese ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4, ku Alba Pollozhani është rrëzuar papritur dhe është dërguar menjëherë në spital. Sipas raportimeve të portalit Bota Sot, Alba ka pasur një rrëzim gjatë qëndrimit në shtëpi, çka ka alarmuar menjëherë produksionin. Stafi mjekësor ka ndërhyrë pa humbur kohë dhe banorja është transportuar me urgjencë për ndihmë mjekësore. Burime pranë produksionit bëjnë me dije se gjendja e Albës ka kërkuar trajtim të specializuar, ndërsa për disa orë ajo ka munguar në shtëpi, duke ngritur pikpyetje dhe shqetësim edhe të banorët e tjerë. Ende nuk ka detaje të plota mbi gjendjen shëndetësore të saj, si dhe nëse Alba do të rikthehet sërish në lojë apo jo. Produksioni ka konfirmuar vetëm se ajo ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe po monitorohet nga afër. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku fansat e Albës kanë shprehur mbështetje dhe shqetësim për shëndetin e saj, duke kërkuar transparencë nga produksioni i BBVK. Mbetet për t'u parë në orët në vijim nëse Alba do të rikthehet në shtëpinë më të famshme në Kosovë, apo nëse ky incident do të ndikojë në vazhdimsinë e saj në lojë.